U largua nga jeta që njihte për të gjetur veten e saj të vërtet. Sot për herë të parë në Shkup, në vendlindjen e babait të saj, ne do të ndajmë një histori shumë të bukur, me peripeti, me sakrifica, por që finalja ja ka vletur, meqense ajo është kthyer në rrënje dhe në identitetin e saj të vërtet. Me mua në studio kam derën dhe kënaqësinë që është Özge Demirözu. Uroj ta kem theksuar mirë emrin dhe mbiemrin. Perfekt. Özge, mirë se erdhe, shumë kënaqësi vërtet të të kemi sot në Prizma dhe në një vend që tek ti zgjon emocione të veçanta, edhe për arsye të veçantë patjetër. Faleminderit shumë për ftesën e para, jam e kënaqur që jam këtu me juve, edhe jam e kënaqur që jam Shkup e para, tani te ju. Është shumë kënaqësi e madhe për mua. Gjithashtu edhe për ne. Dua ta nis me fëmirin tënde, e lindur dhe e rritur në Stamboll. Para se të ndëgjoje këshillën, që nuk ka qenë vetëm këshill, por ka qenë edhe urdhër e babait tënd. Do ta nisim nga fillimet e tua. Si ka qenë dhe si e kujton jetën tënde në Stamboll, si fëmijë, cilat janë ato kujtimet më të bukura, të cilat të sjellin nostalgji sa herë që ti e kujton fëmirin tënd atje. Edhe pse duhet ta përmend faktin që ti nuk je shkëput totalisht nga Stambolli, nga Turqia. E viziton rregullisht, por që tani ke zgjedhur rrënjët e tua për jetë. E vërtet, shumë e vërtet. Jam lindur në Stamboll, jam rrit atje, shkollën e mesme e mbarova atje, degën turizëm, po kohën e fakultetit kur erdhova për mu regjistru në fakultet, unë i fitova 2 fakulteta në Stamboll. Se din që Stamboll është pak vështirë me regjistru në fakultet, i kanë disa procedura të rana, po babën u kanë tepër personi patriot. Dhe midis Stambolli kena jetu, po gjithmonë e kena fol gjuhën tonë anëtare, gjuhën shqipe. Bile keni pas të ndaluar të flisni turqisht në shtëpi, nëse nuk e kam gabim. Jo, tepër e vërtet, edhe e kena pas të ndalume, asnjë fjalë baba s'ma ka fol gjuhën turke, vetëm shqip. Edhe ka një herë gabojshim normal, ja forsha një fjalë turqisht, s'ma kthejke. Bubej që kështë s'kupton, edhe tani u dëshke, më falë se duhet me folë shqip, edhe me njëherë, e disha që duhet me folë shqip. Normal që baba më ka ndru jetë para 4 viteve, po dhe ditën e fundit, asnjë fjalë s'ma ka folë gjuhën turke, vetëm shqip. E kena pas detyruar me folë shqip, shpe, jashtë turqisht, normal, ati nuk u përzike, se jeton aty në shkollosh aty, patjetër e ki, e shoqënia po, vetëm për identitetin tonë u konë shumë i kujdesshëm. Shtëpia jonë ka qenë si muze, me flamur të Shqipërisë, Kosovës, po, skulpturat e Skënderbeut, Adem Mesharit, dhe kështu që me historinë tonë jemi rritë, edhe është kënaqësi për mu, gjithmonë e kam dashur vendin tim, edhe baba e ka pas një ëndër mu kthy në trojet e veta. Edhe thëjke gjithmonë, një ditë, oj bi, vjen e ditë dhe ne do të kthehemi në trojet e tona. Pra ka qenë shumë i sigurt, shumë i bindur në këtë? Shumë sigur dhe ka ditë, edhe mu më do këtë diçka si ëndër, thësha po... Me që se ti kishe jetën tënde atje, kishe vizionin tënd, një realitet që e kishe kriju për veten tënde. Po, shumë e vërtet. Shumë herë mu kujtoj që kena ardhur shumë shpesh. Këto fjalët e babit më kujtojshin, ama normal unë prej femërisë tem. Para me në shkollat mbyllshin, filloj që jo, adi për me do pushimi po verior, edhe unë nisëm për Shkup, se këtë pushret këto, Kosovë po, këto po, edhe kemi arë këto, një 3 muj, kena nejtë këto në Shkup. Bile pa ta fillu me mësu dhe Maqedonishtën, Shqipën po dhe Maqedonishtën po, po tani shkon në Stamboll, hajde këto e dyqysh apet e herën gjuhën, adi kur se praktikon. Edhe kështu që, prap se prap, s'ma ka marrë mendja që vina një ditë edhe që jetoj këto në trojet e tona. Dhe kështu që kërë erdhë koha për fakultet, më regjistru në fakultet, unë e shumë e gëzume, shkova te baba i thash, baba që i fitova 2 fakulteta, po në Turqi, unë e shumë krenare. Edhe një herë më ka këqyrë kështu në sy, tha, edhe qka? Thash, du më regjistru në fakultet edhe me fillu, haroja, tha. Ti të ardhmen e hi në Kosovë, trojet tona. U befasova, nuk e prita hyq. Edhe, e vërtet, për një muj, u shkputëm nga Turqia, u vendosëm në Kosovë. Ai e ka planifiku ma herët, e ka blit tokën e babgjyshit vetë, që ka pas para 60 viteve ato trojet e veta në Kaçanik, se prej ardhë në Kaçanikut, edhe e ndreqë shpinë ati,
fillu jetën në Kosovë. Nesër në Prishtinë, shka fakultetit. Fakultet në Prishtinës. Po kështu që dhe e kam pas shumë problem dhe sa adaptova. Patjetër është një ndryshim shumë i madh nga një realitet tjetër në një realitet ndryshim radikal do thoja, jo i thjesht për ju. Shumë. Edhe pse zotroje gjuhën shqipe, kjo ka qenë një lehtësim besoj shumë i madh që ke mujt menjëherë të vazhdoje studimet, nuk e humb kohë që të mësoje gjuhën. Këtu e ke pas atë avantazhin, por sërish adaptimi jo me sigurt që nuk ka qenë. Nuk ka qenë i thjeshtë. Sepse shoqënia më kanë ndihmuar shumë, kanë prit shumë mirë. E vërtet, Kosova më ka prit shumë mirë. Kjo është kënaqësi e madhe për mua dhe që u adaptova shumë shpejt. Për një 2 muaj jam adaptu. Për herën e dytë, kur më me shku në Istanbul prap, për një punë, pa ta shku, edhe më besoni, një javë, ma shumë se një javë, java e dytë nisa më mërzit. Tash unë po ikin Kosovë, se unë e gjeta vetën. Edhe vërtet, njeri, atë pjesën e humbur në shpirt, kur ta gjesh, është shumë si një malë shumë për njerin, është mirë shumë. Edhe unë atë pjesën e humbur e gjeta në trajet e mija, Kosovë, dhe tjepër jam e knaqë për ta, që jam këtu, jam mes jush, Shkup e Kosovë, normal familja jem ka kalu në Shkup ma shumë, ma ndej Kosovë, pak Shkup, pak Istanbul, por sot jam këtu. Dhe tani mes gjitha trujeve shqiptare, por që Istanbuli besoj ka një pjesë shumë të rëndësishme, një rol të rëndësishëm në formimin tënd si njeri, por edhe në zemrën tënde. E vërtet. Para se të kalojmë të flasim për etapa tjera, unë dua që ta kujtoj baban tënd, të cilin e përmendet që e keni humbur në periudhën e pandemisë para 4 vitesh tashmë. Nga kjo që e përshkruajte, duket që ka qenë një njeri shumë i vendosur, një njeri me principe, që të njëjtat vlera i ka përcjellë deri tek të gjithë ju. Me çfarë e kujton Özge më shumë ti baban tënd? Cilat janë gjërat që të mungojnë më shumë ti nga ai? Çfarë mungeset ka dhënë gjatë këtyre 4 viteve të fundit? Çfarë do doje të ndaje me të, diçka që ty të ka ngel peng? Flor, dë vërtetet me ta thonë që asë një pik s'jam mësu. Pa ata, jeta s'kesh vlerë. Se ajo kanë gjithmonë një figur të fort shumë për mu dhe jam kanë shumë e sigurt. Kur ka qenë aj, e kam ditë që edhe me pas një problem, gjithë që është kjo problem kam u zgjidh, se e kam atan. Por mas i shkoj aj, se aj normal ka utu shumë. Unë e sa herë e di vetën që gjithë me kufer në dorë, ka shku. Në Kosovë shkop në jetëshëm Istanbul, po ajo shumë shpesh ulltojke. Edhe unë e disha që i njësha ditët, kur të kthejhet, edhe 3 ditët e 4 ditët, 5 ditë sa më kanë metë, kthejt baba, edhe të dera e pryqëna. E disha që kur funksion shkop, se sa herë ne kur bishim shkop, a e dike, edhe sa herë kur më rishëm, se gjithmonë me veturën tonë kena ulltu, edhe kur më rishëm ora 5, ka 5-6 mëngjesit kështu shkop, po me kje, qka do t'a shkallzom, se a e dike, unë gjithmonë si me të pëgaqit i kam pas më rak shumë. Babi se isha, si me të pëgaqit, hajde përdore qarshi. Një kruk qarshie si me të pëgaqit, ajo konë lezet për mu. Edhe unë e tash, para me no, sa e tjesht. Pardje, i kesh ka qarshia, ku i pash si me të pëgaqit, nisën lotët me më shku. Shumë e thjesht ajo, edhe... Automatikisht të kthej një copës babaj tënd edhe një copës të fëmirisë më të bukur besoj tënd që e ke kalu me të. Shumë e vështirë. Edhe shumë interesant. Babaj më ka një person shumë shpirtu ka shumë i fort. Edhe su durzu me kur gjo. Se keni ditë unë edhe mësë më ka një jetë, ju duni me kanë si bijat e mija, se edhe kena edhe një vlla, si bijat e mija, ato ke duni me kanë shumë të forta. Sikur mësë me kanë une, hiq, se une sot jam, njësër s'jam. Edhe vërtet... Në më dhe një ka përgadit për gjithë shka që ju prej. Si ushtar nga ka përgadit, për çdo sent të vështirë tjetës, normal që jeta nuk është kajmak, gjithmonë. Shumë e vërtetë. Ka probleme shumë, ka sfida shumë, ama unë kam një çancë, një fat të madh shumë, që e kam pas një baba si i merqori, sa e ka pas qef mi thonë qështu, jo me bjemnin e Turqijës, se normal në atë kohë e dini që i ka ndru bjemnat, po qori, e ka pas mëra këta, jam me fat që e kam pas këtë baba, e kujtoj me shumë madh, dhe gjithmonë e kam në zemër, për çdo hap të jetës time, të e marrë një vendim, a beson, pse se ka ndrua jetë, unë e hala më shumë, jam lidhur me trojet e mia këtu, me në Kosovë, me Shkup, dhe sa herë më kujtohet që më del dikun, ndoshta e shoh dikun, s'besoj që ka ndru jetë, është vështirë shumë. Dhe duket që insistimi i tij që të ktheheni tek rënjët tuaja nuk ka ndodhur rastësisht, sepse duket që ti sot je shumë e plotësuar.
Dhe duket roli i rëndësishëm që ka luajtur ai në jetën tuaj. Uroj që ta përkujtoni përjetësisht dhe kujtimet e tij t'ju rrethojnë gjithmonë, dhe t'ju kthejnë buzëqeshje. Kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit shumë, faleminderit e vërtet. Tani dua të flasim pak për emrin tënd, Özge, një emër tipik turk. Kush ta ka vendosur këtë emër? Një baba, kaq patriot, me një atë dashuri të jashtëzakonshme dhe vendos që vajzën ta quaj Özge. Ka pas shumë problem, e vërtet. Edhe shumë problem me nonën. Nona, në atë kohë, se edhe nonën e kam shqiptare, prej ardhen Kumanovës, po nona e ka pa një serial në atë kohë dhe ka përqyrë emri Özge. I ka tinglu bukur. Çfarë do të thënë ka emri Özge në shqip? E veçantë, e veçantë, po, personi veçantë. Edhe vendos Özge. Supërzi baba se hera e parë, fëmija e parë, okej, ç'është kishe ti qef, ashtu ne të ndolle, edhe Özge. Po, une kur i bona një 9 vjet, 10 vjet, nisi baba me thonë, qysh gabova ta lash emrin Özge, u dhesh me ta lan emrin Marigona. Edhe sa herë më ka thirr Marigona. Ai kur më thënë kjo Marigona, unë deshna, okay, baba tash më thirr, se ai ka pas qef këto enciklopedit, librat shqiptare, histori, plot, më bike shumë libra, edhe e kena pas një orar ditës, mrena javës, 1-2 orë, tanë ditën e kena pas kështu mull me mësu me ata bashkune. Mi hapët e librat, mi lezu bashkë për historin tonë, edhe Marigona, hajde ka thëke, lezojmë tash, lezo Shqip, se di me lezu edhe me shkrujt Shqip, normal. Nështë të janë perfekte, i kam disa fjalli, kam pak problem, të folë, shumë normale, ne që kemi, mendoj jemi lindë e rritë me këtë gjuhë, kemi jetu, kemi sërish dialekti, e shtojmë barbarizma shpesh, po. Po, mënona me folë paqët dhe flet për mrekulli. Faleminderit shumë. E kështu që ai Marigona më ka thirrë gjithmonë, se ka pranu Özge, po sa herë po ke ndroj emrin, ti më shpejt me ndru emrin me bë Marigona. Pra pas ke 2 emra, dhe Marigona është emri yt i mesit. Po, e vërtet. Se motra e ka Hajrije, vllavi Ilirian, vllavi ma, taman emrën po Shqip. E unë Özge këtë po çuditën, po ti ka kaq patriote, edhe gjuhën e flet bukur, pse me pas emrin Özge? Özge se serialet. Seriali ka fajet. Seriali ka fajet. Dhe ne e dim fuqinë e serialeve, kështu që s'ka pas faj mami që të kalon. E vërtet, po. Po emër i bukur. Faleminderit shumë. E tani të ndalemi pak te Shkupi, kam zgjedhur një mix fotografive të tua në Shkup. Vizitat i ke shumë të shpeshta, dhe pse aktualisht ke vendosur që t'jetosh në Prishtinë, por Shkupin e viziton disa herë brenda javës, sepse je dhe angazhuar, apo jo, në Shkup. Çfarë të lidh më shumë ti me Shkupin, Özge? Shkupi, me të vërtet kam shumë kushëri këtu, kushërit po, shoqënia po, ura e gurit po, sa herë po të kaloj nga ura e gurit, qetësohet shpirti, e du Shkupin shumë. Edhe puna. Normal që punoj si gujt, udhec, dhe kështu të mësafirët që na vinë nga Turqia, i pres këtu në Shkup, Kosovë ose Shqipëri, dhe shëtisim Ballkanin. Shtetat tjera të Ballkanit, dhe më në fund të Shkup. I përcjellet prej Shkupi me shku në Stamboll, kështu që për këtë arsye vi shumë shpesh në Shkup, dhe ndoshta kohën e ardhshme do vendosëm në Shkup. Nuk i dihet asnjëherë. Jeta? Jetës nuk i dihet. Shkupin e du. Bukur shumë. Do kthehemi sërish te Shkupi, por të ndalemi tek ai momenti determinues i të ardhmes tënde, ai momenti kur e nise të na tregoje, kur je shkëputur nga Turqia për në Kosovë. Ai momenti kur ke marr urdhër nga babai yt, por urdhër që duket se ka qenë fati yt, që të ktheheshe dhe të ndjeheshe përmbushur shpirtnisht. Më thuaj, në atë kohë si e ke përkthy këtë urdhër që të ka dhënë babi? Je ndjej pak e zhgënjyer me qenë se po leje mbrapa vetes 2 mundësi shumë të mira për të studiuar në Stamboll, jo të thjeshta, dhe të ktheheshe në Kosovë, që për ty ndoshta ka qenë një realitet jo shumë i njohur sa që ka qenë jeta në Turqi. Më thuaj, si e ke përkthy në atë kohë? Si ka qenë ai momenti i parë? Sa ka qenë vendimi i vështirë për ty? Hera e parë për të u kthyer në trojet tona ka qenë baba edhe një herë ka bë këtë hap, po unë i kam pas 3 vjet, kështu që nona me babën e kanë pas një mos marrëveshje. Nona ka pas qef me jetu në Stamboll, se ajo e lindur në Stamboll, okej, ka ditë gjuhën shqipe, pa problem, po e mësuam atje, këtë kushërit atje, këtë vet atje, e kështu s'ka pas qef me ardhë as Shkup, as në Kosovë. Baba me ëndër të jetu për me u kthy prap. Kështu që kanë pas një mosmarrëveshje. Unë e 3 vjet, edhe kanë vendosur për më divorcu.
edhe gjyqja ka caktu une më kanë të nana. Normal, fëmijët që takojnë nanës. Okej, mirë, super, e kanë pranu të gjithë. Po në atë kone, moj men, pak e shumë, kështu si andër, më duket, po i moj men. Copza, po. Edhe baba më patardh, murë të nana, dhe hajtë ta shohën e parë qikën janë javë, edhe shkova ati të baba, të familja babës, ku peshon nesërit një vetur para dyrem, bile nuk e haroj kurat në gjyrën e veturës, u ka një bardh, një vetur e bardh, edhe unë njësëm me një kufert madhe. Edhe i thash babës, ku përshkojmë? Tha, hajse, kime po këra të shku. Unë njësëm pa e rrugë e gjatë, zëmbarojke. Edhe kër ardhëm kufi, e dirën e kapokule. Te kufini, kapokule, te drenin. Edhe kër më bënë baba, tha, apo hinë kufer, dhe i sa për tamun e tha me dalë, zamës banë, se unë e pasoshin të nana. Lidhë njëftimin po të nana. Dhe ti ishe vetëm me babin? Vetëm me babin. Se shpo, se unë normal, gjithmonë e kam gu babin, edhe sytja kështushna, aj, veç shkam toj aj. Edhe hina në kufer, aj veç patentin, pak i kishtë alë sa të marë ajra, dhe unë mësë me me të pa ajrë. Edhe prej e drenës, derit kufit shkupit. Këtë kufinat i kena kalu kështu, kuferun. Wow! Edhe pa pasosh. Unë e këtu e thamë të urqelit. Thojnë, është një fjalin Turki, Arnautin edhe, inati shqiptarit. Kur e vendos, e vendos. Edhe e vendos si për më shku në troje dheta, edhe bashkë me mu. Bile unë e kufer, para më unë e kur i qera sytë në Shkup. Erdhëm troje tona, edhe haroja ma Turkin, s'ka ma Turki. Mirë po nona me Turki, s'ka me nona. Edhe kur peshe, pethir nonën në telefon, tha, mo tha, qikën haroja, s'ka tha qikë ma. Ose vjen edhe ti këtu? Në Shkup, me mu vendos këtu. Ose tha, haroje ma, kur ta shif qikën i banë 18 vjetë, vjen që, edhe kur, aja, ti kepi u qment. Cila nane pranon këtë realitet, asesi. 3 muj, baba së dërzu. Kështu që nja 3 muj, Shkup, jemi vendos me babën une, edhe unë shkollë fillore, pa ta fillu, jom fillore, parashkollore më falë, edhe kështu që nja 3 muj pa nanën. Unë pa ta mësu, mu vesh vetë, me angër vetë, ketë mësete. Edhe pse shumë e vogël, realisht. Nevojtë këtë vetë të mbaru, edhe kështu mas 3 mujve, ku përsho, baba shpejt erë në ditë, shpejt nuk atira të dalë, ta shka bo. Interpoli, policia Turkisë bashkë për policinë e Maqedonisë kanë bashkëpunu me në kësy prapë në Istanbul. Kështu që ne me babën pa tjetër u dështë më këthy në Istanbul. Dhe kjo bërë, shkakti që u pajtu nona me babën atje. Pas ka ndodhë gjana jo të vogla, do më thënë që ti të detyroshe ilegalisht të vijet dire në Shkup, po kjo pas ka qenë arsye e mirë, do më thënë që fundit jetë i bukur. U rikthyen mami me babin bashka, po? Nga kjo moment, okej. S'ka pas tjetër qare nona. Po ja falim edhe këtë tentativë. Ja falim, po. Edhe kështu që baba e pa të vërtetu ati që ka mundohë kjo një vit. E pas ka manifestu ko më pare, pas ka qenë, ka jetu për të këthy në vendin e vetë. Non-stop, së kanë rahat kur ati në Turki, kur së kanë. Edhe kështu që, jo që ka ndodhë, shumë mirë i kena pas kushtet, ka punu shumë mirë, ka pas punë, po vetë shpirë nuk u kanë i knasht. Shoqënia, këtë kushërit, këtë afert i ka këtu, Kosovë, Shkup, edhe kur di ke Shkup, po në me diqysh, ma ndryshe kesh kaj. Zemra i ka ra ndryshe, kritë tojnë në vendin tënë dhe zemra rejtë ndryshe. E vërtet zemra malë, edhe për arkoha unë e përmarë këtu me fakultet, kërë vendosa, normal nuk e po ata tletiq, depresion pa ta ra, një muj. Para me na, unë e mit Istanbulit kam jetu, jam rrit atje, edhe hajde një dinamike ati, edhe si gazetare kam përnu, edhe shkollën po. Nuk ka qenë fare thjeshtë, të leje një jetë me investim jo të vogële. Të të ktheshe në Kosovë. Shumë, edhe hera e parë, vendosëm në Kaçanik. Është i bukur Kaçanik, ama mas Istanbul, jetoj, rritu. Nga një metropol. Po, në fshat, okej, mirë, super, këtë kushrit i kam knashna kur shkoj ati, ama edhe bashkë për me jetu një herë, një 2 muje, kam pas shumë problem, dhe i sa adaptova. Tani mo, kur adaptova e qetë, mirë, super, s'mu shkoj ke ma në Turgi. Kur shkoj në Turgi, unë e thash, ja, unë e mos, për më shame po në Istanbul. Këtë më duke, ato njerës, këtë shpejt të i kryu punë, ajo trafika e madhe, ka shumë dinamik jeta. Shka pas në bo, thash, shka pas në bo, të e shkatru vetën. E vërtet, jam kanë të e shkatru vetën. Tu pas me fitu, nashta fiton më pak. Po e vërtet që
je ma e knaqët. Je ma e qetë shpirtnisht. Po, e kry punën, dalje pi një kafe me shoqni. E organizon ditën ashtu si që ti dëshiron vetë. Jo ndoshta ti është gjithmonë të ndjekësh rregullat e tjerëve, të jetosh në stres, në presion. Me stres, kështu që kjo më ka përqy këtu, edhe diqysh kur foshin këtë Shqip, më do kje vete bashkë se Shqip. Se Shqip kena por jashtë turqisht, kështu që ati ku ke turqisht, ti s'munësh me një dykun që folë Shqip, ade lështë qire ka një këngë për qarin. Fjalla Shqipe zblihet në pazar, ërtet po. Edhe kur u ktheva këtu, kretu folë Shqip, edhe më ka dogë për në me veta si në shpi. Ta marrë rikëtim në shpi, aty ku i takon, vendit të cilit i takon. Ajo, pjesa e humbur është e gjeta, pjesën e humbur në shpirt. Dhe ta matë, është u kompletu, gjithë shka. Po, cila është ajo pjesa e Stambollit që ti e ke me vete në shpirt? Detin. Detin. Rëd detin. E këtu po, kjo mban. Po, rëd detin. Sa e kur që e Stamboll? Po, ballë kekmek. Ballë kekmek. Po, e dini? Pa tjetër që po. Bile tash ka nisur edhe në Shkup në disa restorante të servohet ballë kekmek, që një copës të Stambollit mund ta gjesh edhe në Shkup. Super, se pas ma di faleminderit për informatë. Do t'i tregoj pastaj lokacion. Do e provoj. Tjetër. Po, kështu që, po, vetëm deti, kur shkoj atje në Stamboll, pa e po ditën, s'mu do këtë vetit që jam Stamboll, ajo po dhe për ata e kam bo një zgjedhje, shkoj Shqipëri ma shpesh, edhe atje kemi ditën. Edhe tani investimet në Shqipëri, besoj, ta kompenzojnë këtë dashurim për detin, plus dëgjon vetëm Shqip. Po, jo, e mirë, edhe Shqipëria shumë e mirë. Pajtojnë plotësisht. Po ke lënë miq mikesha në Turqi, Özge, të cilët i kontakton apo sa herë që shkon për vizita, qoftë të shkurtra, qoftë më të gjata, të qëndrosh me njerëz të cilët kujtojnë periudhat bukura të jetës tënde? Po, kam lënë shumë, po që ta shumë interesant, kanë fillu ketë me orë këto. Po i tërheq tani kjo pjesa e Ballkanit. Kam njësë mi tërheq, mi tërheq une. Ti po i tërheq ta marë. Të bo rretët sociale mu, në tu knaq këto. Vërtet u knaqa, jo që është veç rjetët sociale, po jam e knaqët, jam e lumtur tepër në këto. Kjo reflektohet në fakt, duke që është e vërtet, do më thënë është prej shpirtit të buron krejt ajo. Po, e vërtet. Se kemi nis t'i dalojmë ato që janë pak më fake, më të inskenuara dhe ato që vinë prej shpirtit, kështu që ti e ke këtë. Edhe shumë e vërtet, edhe ato e kanë fillu me po këta, edhe ku peshoja, po kam shumë afer një shoqe, po mësirë në telefon dhe e prej ardhen nga Kosova, po zdi Shqip, se shumë i sa në Turki tash gjuhën rinia, sidomos mo nuk e flasë. Disa janë asimilu, disa nuk e din, disa kanë qef me mësu, pe kanë fështirë shumë, se djetë që gjuha e Shqipo është e fështirë. Edhe kështu që po mësirë telefoni dhe ta si me ja bohe me ardhë dhe unë bre që te me tu, se u knaqe dhe kete dhe hajtë. Edhe për me vërtet, shumica kanë fillu tash me ardhë, me hap një biznes këto, me bo një punë, edhe mu vendos këto. Edhe mu jenë mirë. Jam e knaqë që unë ka ra mundësia që janë të mpata mu këtu edhe kanë qef me ardhë këtu. Kështu edhe që afër e kena, forës mërzitna, kur du, shkoj, i shrosa të vinë, me më pa, kështu që gjithësysh e me knaqët. Po. Nëna, motra dhe vëllau, ku ndodhen? Nëna pak Kosovë, pak në Turqi. Në vëtëm nënën kurse si ta shkëpusni komplet nga Turqia, ajo e pas ka shtëpin e vetë atje, shtëpin e shpirtit. Ska shansë, bile... Kretë mvaret ku ndjehesh si në shtëpi, kështu që nuk duhet ta fajsoj mamin që ndjehet atje si në shtëpi. Jo, që që ne për ata nuk e fajsoj, po ka një renguci. E tham, a për shepe qësh ka ardhë fati, tham, që ti u munove bolë, për mos me arnë asë njonin e në Kosovës e në Shkup, po që fati që shëra, apet 2 fëmijë, se dhe vëllavim ka ardhë në Kosovë, jeton me mu, bashkë me vëllavin e këte, 2 fëmijë ti murë Kosova. Shka kemi bo tash? Ani qka, ani tash Afrikina, unë e vi ma shpesh, edhe për në me vjen shumë ma shpesh, po ta shpesh që po knaqët edhe ajo këto ma shumë, po shkon marall atje në Turki, motra atje, e martume, shkon ma shpesh atje, ma shpesh vjen këtu se atje, edhe i tha ma përshe, kjo Kosovë shka i shkone, Shkupi, knaqesh këto, s'fol, hiq veç kesh, normal që ajo... Mirë, tash ajo ka mundësi me lëviz vazhdimisht, aty ku i pëlqen, aty le të vendoset, aty le të tri. Po, hiq se prejke me, që shdoje. Pajtojmë. Özge, përmende shprehjen e famshme Arnaut Inadı, nëse jam të e theksu mirë. Dëmë dhe Inati shqiptar, kjo shprehje, kjo stereotip që është etikete e gjithë shqiptarve, por që unë e përkthej në aspekt pozitiv, dikush që ka karakter shumë të fortë, dikush që është shumë i vendosur, i guximshëm për të arritur gjërat që ka. Ke qenë ti gjithmonë në rrethet e tua
në fëmiri dhe duke u rritur ajo Arnaut Inadë. Dhe është Inati arsyeja që ti je këtu ku je sot, Inati shqiptar. E para, Inati babit ka ra, tani është për cjellë. Une këtë versioni babit tem jam, copy-paste. Unë jam dhe Inati dytë, unë shtëpijës tonë. Kështu që e vërtet është kjo Arnaut Inadë, nuk është fjallë badjava se kanë thonë. Domethënë nuk është para gjykim. Nuk do ta marrim në aspekt jo pozitiv. Shumë pozitive. Normal, aty turqet kur bisedojmë ne, kur se kemi shoqëni dhe Turqeli, ato na thonë që jo shqiptarët keni shumë inat. Kjo i bie jo për të keq, por për të mirë. Kur të filloni me bën një punë, e dim që shqiptari fillon këtë punë, e ka besën, e ma besën edhe e përfundon këtë punë perfekt. Edhe vërtet ashtu. Unë për këtë arsye e përdori shumë shpesh këtë fjalë Arnaut Inadë. Bile edhe kështu mund të të gjejmë në Instagram. Kështu është edhe Instagram yt. Arnaut Inadë, po. Tash kanë filluar njerëzit mu me njoh me këtë emër Arnaut Inadë. Emrin tem nuk e din Özge. E din Arnaut Inadë. Sa herë janë të mbo rrugës, më nalin, hej, Arnaut Inadë, a je ti? Domethënë të shndruar në identitet tëndin. Po, e vërtet, po. Edhe kështu që jam krenare se e kemi me një farë Inatin e si shqiptar, dhe na ka hije. E vërtet. Nuk do ishim shqiptar nëse s'do e kishim këtë si tipar. Shumë e vërtet. Të damarin që themi ne. Na shkon. Ne kemi parë së fundmi që edhe shumë nga aktorët e njohur shqiptar kanë dalë që kanë lidhje me Kosovën, me Shqipërinë, do të thënë jemi befasu. Duket që e kemi në gjak të ambicjen, suksesin, për të bërë diferencën kudo që ne shkojmë. Ti si e ndje kur ka nisur që vetë ata publikisht të dalin dhe të flasin për prejardhjen e tyre? Po, ma herët s'kan flas. Interesant, viteve të fundit kanë dalë hapur. Shumë e vërtet, vitet e fundit kanë fillu me spjegu që janë shqiptarë dhe ka të zojmë kanë nevoj me... A u bo trend kjo? U bo trend pak. Po vjen mirë që u bo trend që kanë qef me spjegu vetën. Po pra ndihen krenar që ka një pjesë shqiptare. Po Shqiponin e majnë këto të qafa me ato zinxhirin e Shqiponjes e kanë, edhe ose kapuqat sene dhe këto më bëtë qifi ku i shoh. Kështu që edhe jam e kratë shumë. Edi ka shumë shqiptarë, edhe të famshëm, janë halo ato që s'kan tregu dhe që së dim që janë shqiptarë. Ama kur të këqysh ati në Google, mi shkujt ati emnat e atyne, këtë dalin shqiptarë prej ardhe. Po ato nuk, s'ka qef në ashtë si ka rami për mend që janë shqiptarë, po të është si pëthu e ti është një trend, edhe kanë qef me tregu, edhe disa mujnë me folë, din me folë, një di fjallë vile ati. E kam një këngëtare ashtu, e kina një këngëtare shumë e vjetër është, jo? Jeshim Salkëm. Ajo, sa herë kur delte për intervista në Turqi, është këngëtare e njohur ati, se nervozojnë, a ditë shka jo nxehet dhe e bon mos ma prek një damarën e shqiptarit me gjesht kështu dhe më pëlqen te e për ajo, bile më djek ajo në Instagram e kam person shumë e duat person. Dhe ka drejt, Po dhe ka drejt, kështu jana, shumë e vërtet. Unë ishtu që punoj edhe me një shoqat ati në Istanbul, shoqata Arnaut Turkardishli, edhe Arnaut Gençlik Birliği, kështu që lidhe e rinjës shqiptare, bashkëpunojmë. Jam dhe me lidhe me ato dhe këtu kanjtarët tonë, shqiptarë, Shkup, Kosovë, i shoqëroj, shkojmë aty në Turqi edhe bëjmë disa koncerte. Kështu për festat ndryshme, festën e Flamurit, për festat e tjera, për pavarësinë e Kosovës, i festojmë aty dhe i organizoj, unë e vetë edhe na shto e keni po rrjetet sociale, i kemi disa intervista me këngëtarët e tonë. Sidomos me Kurap Sheqirin, që tash e ka bërë një këngë shqiptare Stambollit. Po, shumë e bukur. Tash kënga emër është. Këngë shumë e bukur. I kemi disa punime kështu për identitetin tonë që mos mu harru. Kemi lind në Stamboll, na shto jemi lind në Amerikë, na shto jemi lind në Gjermani, por kryesora ne me ditë çka jena. Pra ka jena ort. Se jemi një popull që duhet mu kon krenar që jemi shqiptar. Unë gjithmonë e tham këta dhe jemi krenare. Më vjen shumë mirë. Tani më thuaj, më erdhi instinktivisht kjo pyetje. Nga gjua turke dhe nga gjua shqipe, mi veço një fjalë nga më të bukura që ti i konsideron. Cila është fjala më e bukur turke? Për ty. Dhe shqipe njëkohësisht. Një fjali më e bukur turqisht? Ose fjali, ose fjalë, diçka që ty të pëlqen shumë, edhe si teksohet, edhe kuptimi. Une
me të vërtet me thënë, turqisht jam pëlqen si gjuhë. Kështu që jam është gjuhë shumë e ëmbël. Shumë e bukur. Dashuria shprehet ashtu natyrshëm, nuk e di. Edhe tingëllon shumë mirë. Vetë momenti ai xhanëm. Po, xhanëm. Është shumë e ëmbël. Po, të shekurerim, pëlqen shumë e përdorem shumë shpesh, unë falenderojm demek. Edhe jam të shkruaj tash një roman, po është krejt lidhje me Shkupin, me Kosovën, në gjuhën e turke. Po, kështu që unë ma mirë di me shkrujt dhe me spjegu vetën turqisht, se normale kam mbaru mësimin atje, edhe mënon atash për ato, se 1950-ën tonë kanë emigru për Turqi, prej Kosovën në Shkup, prej Shkupin, Turqiat në Istanbul. Kështu që në atë kosh ka kanë hek, qëfar probleme kam pas, këtë jam të shkrujt në roman. Edhe kështu që gjuhën turke përdori shumë të mirë, se tingëllon mirë, e vërtet edhe më pëlqen si gjuhë. Edhe që kjo fjallë të shekurerim, më pëlqen shumë, edhe përdori shumë shpesh, se pëlqimi madh, edhe gjuhë shqipe, taman shqip, kjo më pëlqen besa bes. Besa bes, okej. Ta e përdori shumë shpesh. Kër më thëtë dikush, qysh po thua, a ki më ardhë që to, sa kina me bo që ta, i thamë besa bes, është e kryme. Edhe kur thuhet më besa bes, është ajo e fundit, dhe më të konfirmim që nuk kthehet pas më. Po, shumë e vërtet. Okej. 13 vite në Kosovë u bën, Özge, më thuaj, e përmende disa herë që ndjesh si në shtëpinë tënde. Cilat janë gjërat më të bukura që të kanë ndodhur ty gjatë këtyre 13 viteve në Kosovë që ty të kanë bindur që ke marrë vendimin e duhur? E the që të kanë pritur shumë mirë, ja adaptu shpejt, ke nisur direkt shkollimin, e ke gjetë vetëm për vetë faktin që ke vendosur të jetosh këtu. Cilat janë gjërat më të bukura që të kanë ndodhur për këto 13 vite? Gjërat më të bukura, normal, që thash parzit, hera e parë kur rrëdha në Kosovë kam pas problem pak dhe sa adaptova, po në atë kohë kur i spjegosha njerëzve që jam marrë nga Stambolli, tash jam të vendosur në Kosovë, po kam problem dhe sa po adaptova, ato u qytetë që shumë me mu dhe me bëshin, hajtë bre, mos ki dertë se ti je shpitane, ti kja shpitane, dhe dush mu kone shlirë, lirë, ti kur zgudzon me vetë, pse kja ardhe, shkaj të bo këto e sender, ti shpitane je. Dhe bësh mirë se na kja ardhe, ne du me pas shumë respekt të ti, që na kja ardhe, dhe vërtet janë sjellë shumë mirë, me respekt, më kanë pritë shumë mirë, për çdo sen, për punë, ose për çdo sen, s'pëdi tash po më kujtohet, ama për çdo sen kam pas gjithmonë ofër dhe janë sjellë shumë mirë. Kjo ka ra dhe unë shumë ma shpejt jam adaptu. Nështë unë kam mujtë gjithçysh mu adaptu. Gjuhën e di, vendi jem, gjithçysh isha adaptu. Po, pra ka qenë vetëm çështje kohe kur t'ishte ai momenti që t'ishe rehat pak më e shkurtë dhe ma shpejt u adaptova, po ka ra kjo që njerëzit janë sjellë shumë mirë dhe unë e kam një vetën tamam se në shtëpi. Kjo është arsyeja. Kjo ka shumë rëndësi. Shumë. Kryesor është kjo. Ke punuar si gazetare në Turqi, e mendon si një plan B në jetën tënde që ti rikthehesh e këtij profesioni, sepse ne e dim që njëherë gazetar, gjithë jetën gazetar. Domethënë, edhe pse ti ndoshta nuk je pjesë e një mediumi, ti sërish vazhdon ta bësh misionin e një gazetari, vazhdon të promovosh vlerat shqiptare në Turqi, në gjuhën turke, kam pa që vazhdimisht të përcjell brenda vetes në subkonsciencë ky profesion. E ke menduar ndonjëherë që ta kesh një plan të ardhshëm në jetën tënde që të bësh pjesë e një mediumi apo nuk e di të krijosh platformat e tua online për të bërë tamam gazetari? Me vërtet me thënë Floro, jam të e vazhdu për momentin, jo official se kam, ama kështu vetë me turizm tash punoj dhe jam e knasht në punën e turizmit, po kështu që edhe ona tjetër pak me pas një hapësirë prej punës. Unë me njëherë filloj me bo një video, për shembull, me histori shqiptare, ose do të thosh defekt profesional, apo nuk shkëputesh dot. Gjithçysh aty kompjuter ula dhe më shkon dora atë me hulumtuar diçka me gjet për historinë tonë, ato shqiptarët e Turqisë. Ndoshta i din ato, edhe ato që s'e din, kam qef për historinë tonë, më ia shpjegu edhe ato me thonë që wow, është një diçka që është që nuk e dim, se kena ditë më herët për historinë tonë, për shembull për jetën e Skënderbeut, se kanë ditë, sa ti në Turqi s'ka shumë gjëra, s'ka shumë materiale për jetën e Skënderbeut, si ka qenë, që shka ndodhe. Për Nën Terezën janë çuditë shumë që ndoshta te rrjetet sociale të me hera e parë kanë po, Nën Tereza që është shqiptare. Se kanë ditë. Edhe që është nga Shkupi. Kanë menu që Maqedone. Po kur i kam treguar që është
preardhën shqiptare, janë çuditshëm shumë. Edhe këto sena këto më bojnë mu të lumtur që është ka radhë me Instagrami jem ose rrjetet sociale mia që këto njerëz mujnë më mësu me ditë diçka për historinë time, për historinë tonë, për identitetin tonë dhe është kënaqësi e madhe. Po ana tjetër, nështë jo profesional, po gjithçysh në mundona mos munal hiç. Me bëni intervistë me këngëtarët e tonë shqipe për këto. Normalisht Turkina është e dini darsmat i bën një eci këtu. Si në Shkupe si në Kosovë. Këtë njëti kina traditet sen. Bilen është ma shumë ati majnë traditet. Me veshje, me temena, me kështu me dalama, me këta shalvara me gjamadana, me ketë. Ama prapë se prapë me kajtarë, që Remzi Osmani në Shkurt e Fejzën, këtu kajtarë të vjetra, i njën ketë ati, shqiptarët e Turqisë, i di. Ama për trit, to nuk për i din. Edhe kër janë ti po që intervist kemi, për shembull, që qëtash ka me pas një intervist me Ledri Vullën, janë tu habit shumë. Automatikisht zgjon interes që ata të nisin të hulumtojnë rënjët e veta. Edhe tani, pse s'po vjen, për shembull, Ledri, ose Limani, ose Davina Zgjiri, me ardhë me bërë një koncert në Istanbul, kemi qef shumë, se ka diaspora ati, ka njerëz që alo se kanë haru identitetin e vetë, edhe rënjët e veta i kujtojnë, edhe kanë qef mu riksy në trajet e veta. Ka shumë. Unë e them gjithmonë që atë dashuri më të madhe kanë pikërisht shqiptarët që jetojnë jashtë vendit. Se ndoshta vetë malli që kanë për vendlindjen e tyre i bën që t'jenë edhe më të zjarrt, ta duan edhe më shumë vendin se sa ne që jetojmë në trojet tona. E vërtet, pajtona, më vjen keq, po është e vërtet. Po, e vërtet është pajtona çto, se atje gjithë shqiptarët e Turqisë Stambollit, kur të mbledhen aty në shoqata e unë kur i mbledh, kur i thirr, vinë ato kret me majicat e Shqiponjës, me flamur, po, me darsmat që është me flamur. Kretë më duket vetja si në Kosovë dhe si në Shkup, s'ka asë një farë dalimi. Edhe vërtet, para që 10 vjetë ka fillu në ashta, kanë fillu mu martu me turqët shqiptarët, se ma herët shqiptarët e tonë s'janë martu me turqë. E kanë pas në ndalu me këta, po me kanun kanë shku, edhe vetëm me shqiptarë mu martu, si kanë leju ato 2 vjetërit mu martu, jashtë identitet tonë. Po ta është që 10 vjetë kanë fillu pa, që pas më vjetë nështë ta. Po, besoj bashkjetesa ma e ka vëtë vetën gjeneratat e reja. Ju duke tash gjeneratave rejave nështë ta pa kultura si e njeshme, këtë si afer ju duke, e për që ta mos si për para nuk ka. Po, se realisht nuk është se kemi shumë dalime. Po, s'ka shumë dalime, po, pet sa pet, si për para nuk është me kampionin, po për që ta dhe darës ma të kejtë, e di s'kanë shumë dalime ndryshe këtë njëri më duket mu. Dhe është mirë, më vjen mirë kështu që kanë interes rinia për më rikëthy këtu. Po çfarë mendon për shqiptarët e asimiluar në Turqi, që nuk janë pak? Ne dimë edhe shumë shqiptarë të cilët tashmë prezantohen si turk, flasin gjuhën turke, nuk e zotrojnë as pak ndoshta gjuhën e të parëve, të vjen keq për këta shqiptarë dhe të ka rastis që të takosh dhe ta kuptosh që janë shqiptarë, por që janë asimiluar komplet. Ke pasur përvoja të tilla? E vërtet, shumë pyetje e mirë, faleminderit për pyetje. Dhe kemi nevojë për me folë të gjëra. Kështu që më ka rënë shumë herë, edhe unë nështë tregoj për vetë ai person, të folë, kështu të bisedu, ai kretë më do ke mu si shqiptarë, se ati në Turkinë për me kena diçka interesant, dallohen këtyrë njerëzit. Ne shoh një herë edhe thamë, shqiptar është, nuk është turk, ose nuk është identitet tjetër, shqiptara. Edhe çati ja qëlloj, është e vërtet. Që është të bo lafe, i thamë, mëse hi prej ardhjen shqiptare, i thamë. Po be, gjyshi jem ka ardhë prej Kosove, vitin 1920, prej ka, prej Prishtine. Po, a përshë që ko kje shqiptare? Po nësë jam, ne kam një të Istanbul, jam turke. Haroja, ta i thamë, ti e shqiptare. Po, kështu që ka persona që nuk e pranojnë, ka që e pranojnë, ka që krenohen, ka që nuk e vlerësojnë. Po, e vërtet, me thonë që më vjen keq për ato që nuk e vlerësojnë dhe nuk e dinë për çka të hub. E vërtet, kjo është humbje për mu. Mendoj që këtu ju mungon frymëzimi, ndoshta i familjeve, i prindërve, i gjyshërve që nuk kanë insistu pak më shumë që ta përcjellin gjenerat pas gjenerat, edhe kanë leju që familja të asimilohet. E vërtet. Mu Florë gjithmonë më bën që këtë pyetje në Kosovë, pse në Turqi s'ka shkolla gjuhën shqipe? Gjithmonë më kanë bërë këtë pyetje, janë asimiluar shumë shqiptarë, i fajsojnë dhe me mungesën e shkollave. Shkollave, po nuk është. Për mu nuk është mungesa e shkollave problemi. Nështë është deri dukun, ama këtë problemi nuk është e shkolla. Familje. Problemi është të prind. Prindi, kur ta detyroje fëmijën me folë gjuhën shqipe, gjuhën amtare në shtëpi,
është e kryme. Sepse gjuhën tjetër do ta flasë, mëson në shkollë, mëson me shokët, shoqet. Familja, prindi, kur toje kime folë edhe ta mëson, ti normal ata kime pas qef, hala ma shumë ka me ti në qef, nështë ta kime pas një 2-3 vjetë problem, disa se une, e vërtet, kur jam konë shkollë fillore, shkoshna në shkollë, po është na Shqip, e mësu se jam folke turqisht, nuk më kuptoj kje, edhe sa herë mi ka thirë prindit shkollë, mësi fol një gjuhë tjetër, vajzës, se o të na, ne i folim turqisht, kjo na këthen Shqip, si më të mujtë mu kuptu. Baba thë kje, bile asë njetë se kam Shqip, a i di që nërë stop kam e folë Shqip, une vetëm Shqip kam i folë në shpi. Edhe vërtet, vetëm familje tonë, vetëm baba e ka bo, baba e me ka bo këta. Ato tjerët, asë njënit, ati se kanë vlerësu, për sot, fëmijët e atyne, kur jam të mpo mu, ato, i kanë ro pishman. Ata thënë që tash, qysh bre se kena mësu gjuhën tonë, o dësh me mësu, që sot kur të vinë këtu, është ma lezet kur e di gjuhën ti, kur e mëson gjuhën tane, e di gjuhën tane njështë se në shpi. Jo si e banxhi, tani normal, ato vinë një avë, dy avë, mërzitën edhe shkojnë se s'di në gjuhë, që ka me folë tash, delë me kushtet e vetë. Asnjëherë nuk do të ndjehen si në shtëpinë e tyre. Me djallin e dajës, me djallin e migjës delë, ti s'di me folë gjuhën tane, ti turqisht taj Shqip edhe hiq kërkon. E tani është problem, në shpi është, gjithë shka është shpi, shtu që familje du të mu me pas një detyrim për vete. Du të me bo kujdes, se ndonjëherë edhe neglizhenca e bën të veten, por pasojat pastaj janë të mëdha. Gjithë duhet. Se ne kur shohim një Dua Lipa, një yll botror që e flet ndoshta më mirë dhe se ne vetë gjuhën shqipe, kjo tregon shumë se sa rëndësi ka formimi në shtëpi, dhe mënyra se si rritemi dhe si edukohemi. Shumë e vërtet. Kështu që është një ambasadore shumë e mirë dhe mua po më vjen mirë kthehemi prapë te trendi shqiptar. Ka ra një Dua Lipa, një Özge që frymëzon rrjetin e saj, komunitetin e saj, për të mos haruar rënjët. Sepse kjo na bën të pasur. Flora, faleminderit që u përmenda me Dua Lipën me një fjalë. Jo, patjetër që po, se është kështu. Faleminderit shumë. E mira është të kemi impakt në komunitetet tona, aq sa ne kemi mundësi të japim. Më vjen mirë shumë, kënaqësi është për mua. Edhe për mua gjithashtu. Mua po më bëjnë me shaj që jemi diku ka fundi, unë kam disa nga pyetjet e fundit për ty. Özge, si dëshiron të mbajnë mend njerëzit ty? Unë dëshiroj njerëzit të mbajnë mend se e dashurume në atë dhejt vetë, e knasht në atë dhejnë e vetë, me njerëzit e vetë, kështu që si tash parzit, si jam person që kam nevojë diçka për di qëllime të mëdha në jetë, për fitim të mëdha, ose më kanë me jetu luks, jo, këto si kam. Unë vetëm një qëllim e kam, me pas shëndet, me pas të familjes time, të afërt e mi, ato që i du, mi pas ofër edhe në trojet e mija, qysh ma kalon baba amanet. So unë tash amanetin e babës se kam pru vend dhe toj këto me shumë krenari dhe që ta kam qef që ta që kam bo, kene po rjetët sociale Arnotin edhe, edhe më vjen mirë që njerëzit edhe nesër kanë me më kujtu kështu me Arnotin edhe. U ka një inat shqiptarit, sidomos i vi menone, Arnotin edhe që Özge ka qenë ajo, dhe përne me inat, që është toa. Edhe une, kur t'ja nisi një punë, je e përfëndoj, s'ka qara jo pa u bo, shtë që kjo më vjen mirë që njerëzit kërtojnë Özge taman. Nëse e ka fillu me bo këtë punë, e dim që ka me përfëndu ajo këtë punë, edhe kjo më vjen mirë, kam qef njerëzit me rikujtu kështu. Më vjen shumë mirë dhe uroj që të kujtojnë kështu, nuk dyshoj as pak, sepse shihet misioni ju që është vërtet shumë i sinqert dhe përtej asaj që e theti materiales. Në këtë kohë ku shumë çka po bëhet për përfitime materiale. Dhe është bukur të shohim njerëz që vërtet e kanë mision të shpirtit këtë. Özge, përveç se një grua shumë e bukur, ke edhe një energji shumë të bukur. Unë falenderoj shumë që vendose ta shpërndash me ne në këtë studio, duke reflektuar nga ekrani deri tek të gjithë miqtë tu familjar, por edhe gjithë ata të cilët na kanë ndjekur si në Maqedoni, në Kosovë edhe në diasporë, sepse ndiqet vërtet shumë televizioni jon edhe jashtë vendit. Ishte shumë kënaqësi që pranove të ndash historinë tënde në etapa të ndryshme. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për ftesë, ka qenë për mua shumë kënaqësi edhe një grua si ti e bukur dhe energji pozitive. Energjia jote normal ka ndikuar te unë dhe unë është ndërsjell. Po, faleminderit shumë për juve. Faleminderit Kanal Talsat. Ishte shumë kënaqësi.